Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni ulët, ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Tensioni ulët i gjakut është një sëmundje shqetësuese, por që merr një vëmendje të pamjaftueshme krahasuar me hipertensionin. Nivelet e duhura të tensionit duhet të jenë në 12/8, citojnë në të dhënat e Healthline. Sipas të dhënave, tensioni është i ulët kur zbret 9/6. Simptomat më të zakonshme të tensionit ulët të gjakut përfshijnë marramendje, dobësi, të përzierja, mjegullim të shikimit, dehidratimi, ndryshime në stilin e të ngrënit, aktivitet jashtëpër fizik, anemia, stresi, tiroidja, niveli i ulët i sheqerit në gjak, janë disa prej shkaktarëve të uljes së tensionit. Ky i fundit mund të menaxhohet më mirë nëpërmjet disa ushqimeve të caktuara. Ndaj në këtë video do të rendisim disa nga produktet ushqyese më të rëndësishme që duhet të jenë pjesë të dietës suaj për të mbajtur nën kontroll tensionin e ulët. Kafeja. Kafeina njihet për aftësinë e saj edhe për të përmirësuar tensionin e gjakut. Ky i fundit ka pasur një rënje të menjëhershme. Pini një filxhan me çaj ose me kafeinë. Këto të dy pijet stimulojnë sistemin kardiovaskular dhe rrisin rrahjet e zemrës, çka do të sjellë edhe përmirësime në nivelin tuaj të tensionit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të menaxhuar më mirë nivelin e tensionit është edhe çaji i amballit. Pirja e çajit ndihmon në rritjen e tensionit sepse ngadalëson ndikimin e aldosteronit. Ky i fundit është hormon që rregullon ndikimin e kripës në trupin tuaj. Ullin. Ullint janë të pasur me vitamina, me hekur, me bakër dhe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Si të tilla, ato do të ofrojnë gjithashtu një zgjidhje më të mirë në dobi të shëndetit tuaj të tensionit. Sipas tyre, sasia e kripur e ullinjve në përgjithësi do të ndihmojë edhe në rregullimin e niveleve të tensionit. Ushqimet e pasur me vitaminën B12. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i ulët të gjakut duhet të konsumojnë më shumë ushqime të pasura me vitaminën B12. Sasia e ulët e kësaj vitamine mund të shkaktojë anemi e cila çon në pashmangshmëri të uljes së tensionit të gjakut. Vezët janë një burim shumë i mirë i vitaminës B12 në dietën tuaj. Ato mund t'i konsumoni të zjera, të skuqura ose të pjekura. Uji. Dehidratimi le pasoja të rënda në volumin e gjakut. Ulja e volumit të gjakut shkakton uljen e tensionit të gjakut, veçanërisht në momentin kur njeriu po kryen një aktivitet të caktuar fizik. Nëse doni të menaxhoni tensionin e gjakut, duhet të jeni më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Për njerëzit që vuajnë nga zemra ose tensioni i gjakut, lëngjet janë një nga recetat më të mira natyrale. Për të ulur presionin ndaj zemrës, ju këshillohet të përdorni edhe receta të mira, si të rrisni tensionin e ulët me dhall dhe krip. Mënyra më e mirë për të rritur tensionin që ulet krip papritur është që të pini një gotë me dhall të kripur. Për përgatitjen e dhallës, përzieni mirë gjysmë filxhani çaj me kos të bërë në shtëpi dhe një filxhan ujë të pishëm. Këtu mund të shtoni deri në gjysmë lugë çaji me krip. Pasi të keni përzierë mirë në një mikser, shtoni pak akull dhe e pini menjëherë. Në 30 minuta tensioni i gjakut do të rritet dhe në 1 orë do të kthehet në normalitet. Kafeja, sipas ekspertëve, nuk përbën metodën më të përshtatshme për rritjen e tensionit. Kjo për arsye se kafet mund të rrisin rrahjet e zemrës. Dhalla e kripur është një burim i elektroliteve në dietën, sidomos në ditët e nxehta. Dhalla e kripur rekomandohet veçanërisht në verë kur njeriu dehidratohet dhe temperaturat e larta janë ndikuese. Një gotë me dhallë të kripur jo vetëm që shuan etjen, por edhe ruan balancat e elektroliteve në organizëm që humbasin si pasojë e dehidratimit. Njeriu humbet elektrolite veçanërisht gjatë ditës, por në stinën e verës ato humbasin me një ritëm më të shpejtë. Dhalla e kripur është shumë e pasur me proteina, kalium, kalcium dhe kjo e bën atë një burim të shijshëm dhe njëkohësisht të mirë të elektroliteve, duke ndikuar kështu pozitivisht në shëndetin tuaj. Tensioni i ulët i gjakut është një problem që mund të jetë shqetësues për shumë individ. Të gjithë ata që vuajnë nga ky problem kanë një zgjidhje për këtë. Përmes ndryshimit të dietës së tyre mund të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit, gjithashtu edhe të mbajnë më nën kontroll tensionin e ulët. Është e rëndësishme që dieta juaj të balancohet në sa më shumë ushqime të shëndetshme, të evitoni ato ushqime të cilat ndikojnë në përkeçimin e gjendjes suaj kur nivelet e tensionit janë vërtet të larta. Duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në çdo ndryshim që bëni, sidomos në rast se po merrni medikamente.
Është një zgjidhje shumë e mirë për ju që të tregoheni të vëmendshëm ndaj asaj që postoni në dietën tuaj. Persona të cilët kanë tension të ulët ndjejnë lodhje kronike, këmbë të rënduara, marrje mendsh, humbje të ekuilibrit, djersa të ftohta, errësim të shikimit, rënje të fiktje e të tjera. Tensioni normal për një person është 12/8 dhe në rast se ky tension bie në 9/6 ose më poshtë, atëherë duhet të tregoni më shumë kujdes. Për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre që vuajnë nga një shqetësim i tillë, janë edhe disa zgjidhje natyrale përmes ushqimit. Shega është një frut i pasur me potas, flavonoide, vitaminën A, B dhe C, si dhe me veti të mira freskuese, dhe vepron gjithashtu edhe në përmirësimin tuaj duke përmirësuar edhe nivelin e sheqerit në gjak. Panxari i kuq. Pirja e lëngut të kuq të panxarit 2 herë në ditë do të ndihmojë ndjershëm në marrjen e potasit, një prej elementëve më të rëndësishëm në mbajtjen në një gjendje më të qëndrueshme të tensionit të ulët të gjakut. Kripa. Pa e tepruar konsumi i ushqimeve të kripura do të riekuilibrojë tensionin e ulët. Uji. Një gotë me ujë do të ndihmojë në rritjen e niveleve të tensionit. Çaji i shilda i trëndafilit janë ideale për mbajtjen nën kontroll të tensionit të ulët, veçanërisht kur ato po konsumohen në mëngjes. Gjithashtu, rrushi i thatë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Që në lashtësi, rrushi i thatë është konsideruar një recetë e mirë natyrale në trajtimin e tensionit të ulët. Hidhni një gotë me ujë 30 deri në 40 kokra rrush të thatë. I lini gjatë natës dhe konsumoni në mëngjes me stomakun bosh. Këshillohet të konsumohet gjithashtu edhe ulja e përbërjes më të mirë. Këtë recetë mund ta përsërisni për disa javë ose disa muaj derisa të stabilizoni gjendjen tuaj. Borziloku. Borziloku është i pasur me veti mirëbërëse për organizmin, përfshirë në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll. Gjethet e tij janë të pasura me vitaminën C, magnez dhe kalium. Ai ndihmon në qetësimin e mendjes ashtu dhe reduktimin e stresit. Këshillohet të zjeni 15 gjethe borziloku për disa minuta në një filxhan çaji me ujë. E lini derisa të ftohet, shtoni në të një lugë çaji me mjaltë dhe konsumoni këtë pije me stomakun bosh çdo ditë. Ju gjithashtu mund të përtypni 4 ose 5 gjethe borziloku të freskët çdo mëngjes në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Tensioni i lartë i gjakut, i njohur ndryshe si hipertension, është një gjendje shëndetësore që po prek shumicën e personave në mbar botën dhe mund të ndikojë gjithashtu në përkeçimin e simptomave të trupit tuaj duke rritur rrezikun për një sër komplikacionesh. Në rast se vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet të jeni të vëmendshëm me atë që poshtoni në dietën tuaj, pasi disa ushqime mund të përkeçojnë shëndetin. Duhet të jeni gjithashtu edhe më të kujdesshëm me marrjen e përdorimeve të barnave, pasi mund të ndikojnë në përkeçimin e çështjeve tuaja nëse i përzjeni edhe me ushqimet e gabuara. Hipertensioni mund të çojë në sulme në zemër, goditje në tru dhe madje mund të shkaktojë humbje të shikimit. Instituti i Shëndetit Publik ka rekomanduar disa këshilla për të mbajtur nën kontroll presionin e gjakut. Humbisni në peshë. Duke qenë mbi peshë rritet rreziku i tensionit të lartë, edhe një humbje e vogël në peshë mund të ndihmojë në sjelljen e ndryshimeve të mëdha dhe në mbajtjen nën kontroll të tensionit dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës. Ndiqni një dietë të shëndetshme për zemrën. Dieta mesdhetare përqendrohet në ngrënien e shumë perimeve dhe frutave dhe uljen e përbërësve të ngopur, mishi dhe karbohidrateve si makarona dhe buka. Gjithashtu mos pini duhan. Të gjithë fokusi tek pirja e duhanit mund të jetë i keq, pasi mund të dëmtojë mushkëritë dhe sistemin e qarkullimit të gjakut, duke ndikuar në përkeçimin e niveleve të tensionit. Aktiviteti fizik është shumë i mirë për personat që kanë tension të lartë. Ecni, vraponi ose bëni stërvitje. Sido që të bëni pjesë të rregullit tuaj, ka shumë studime që sugjerojnë se 30 minuta stërvitje kardiovaskulare 3 herë në ditë ndihmon në rregullimin e shanseve tuaja për të menaxhuar më mirë nivelin e hipertensionit. Gjithashtu, duhet të ulni nivelin e stresit dhe të merrni edhe medikamentet që mjeku juaj ju ka këshilluar për të ndihmuar më mirë organizmin në përballimin e kësaj situate të vështirë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani këtë video sa më shumë.